Blerjet në kuadër të festës së Kurban Bayramit, qytetarët i bën edhe gjatë të martës. Tregu i gjelbër në Prishtinë ishte përplot e qytetarët u ankuan për çmimet e larta të produkteve. Sipas tyre, produktet u shtrenjtuan në prag të Kurban Bayramit. Valla boll shtaj po më jem çmimet. Ka me qatu po një që në bazët e me bli barna, shka me bo me ato, a bon problemi i tu gjatë. Me një që në bazët e mo, shku është mërë si një pa mërë pasysh, një kil pasul 4, 5, 6, e plus jo zitini jo e qete, a bon problem vëlla me i tu gjatë. Paritin smimet me qëllim, atëherës do mos do s'kiqarit i pa bledi shka, por e familje, e kështu që ata dinta, trektarët mire dinta, edhe rritin çmimet. Por ka nga ata qytetarë që çmimet në treg thonë se nuk ndryshojnë shpesh. Besoj këtu s'ka farë ndryshimi, për çdo ditë gati janë të njëjta, se veç shpesh marrë sene këtu. Megjithatë, sipas ekonomistit Arton Muhaxheri, rritja e çmimeve në festa është zakoni i përhershëm i bizneseve, teksa thekson nevojën për kontroll nga shteti. Së herë afrohen festa qytetar për bazën në impozime të reja të çmimeve të produkteve esenciale. Kjo po ndodh në mungesë të kontrollit institucional dhe masave konkrete ndaj atyre që përfitojnë në kurrës të qytetarëve në kohë festash. ATV ka provuar gjatë ditës të marrë një përgjigje nga Autoriteti i Konkurrencës në lidhje me rritjen e çmimeve si dhe masat e ndërmarra ose çka ka planifikuar ky autoritet të bëjë. Mirë po deri në publikimin e kësaj kronike nuk ka kthyer përgjigje.